Shqipëria pret në Tiranë sonte kombëtaren e Serbisë në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e botrorit. Ish kapiteni i kombëtares Lorik Cana, duke folur në News 24, u shpreh optimist për marrjen e një rezultati pozitiv, ndërsa pranoi faktin se është sfidë emocionuese. Malli më merr gjithmonë. Të ndjenja që ti jep para ndeshjes së kombëtares është diçka e veçantë dhe nuk e gjen asnjëherë në asnjë moment të jetës, u shpreh Cana. Trajnerin serb e njohi mirë, është një nga ata që kanë luajtur për Olimpikun e Marseilles. Ai njeh mirë shqiptarët, edhe ushtrinë e ka bërë në Kosovë. Ato gjëra që kanë ndodhur tani kanë kaluar, tani gjithçka mbetet në rangun e një betejë. Nuk i druhem ndonjë incidenti, sidomos në vendin ton, edhe ata kanë mësuar nga gabimet e tyre. Serbët janë të vetëdijshëm se shqiptarët mund të sfidojnë në sport. Mund të fitojmë, kemi mundësinë, tha Cana.